Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikuesja, kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve Si të sillemi. Sot inshallah do të flasim për si të sillemi me komshiun, pra me atë të cilin ne e kemi pranë shtëpisë son, pranë banesës son. Normalisht Islami ka vendosur një rëndësi të veçantë komshiut, për shkak sepse ai gëzon respektin e domosdoshëm të besimtarit, me që ai jeton gjithmonë pranë besimtarit në shtëpinë e tij. Por, për këtë kemi thirrur si gjithmonë Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Mirë se erdha Hoxhë i nderuar. Zoti ju shpërbleft. Mirë se u gjetëm. Hoxhë i nderuar, neve pra do flasim sot inshallah për çështjen e komshiut. Cili konsiderohet komshi sipas Islamit dhe në sa lloje ndahet komshiu? Atëherë, duke qenë se Islami erdhi si një fe për të qenë sistem I rregullimit të jetës besimtarit, jo vetëm për të falur dhe për të lutur, po edhe për të rregulluar jetën e tij shoqërore, le të themi. Për këtë arsye ne gjejmë në Islam shumë normativa, të cilat rregullojnë jetën sociale të besimtarit musliman. Dhe normalisht nuk mund të rrinte pa u trajtuar pjesa e fqinjësisë, pjesa e komshiut, siç themi ne. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith, aq shumë më ka porositur Xhebraili ose Xhibrili për fqinjin ose për komshiun, saqë mendova se ndonjë ditë do të jetë në listën e trashëgimtarëve, pra kur vdes një person, ai do të jetë një nga trashëgimtarët e tij. Domethënë aq shumë I është kushtuar rëndësi fqinjit në Islam dhe komshiut. Arsyeja, le të themi, është se një njeri I cili I thot vetes besimtar dhe beson se ka një raport të fortë dhe lidhje të fortë me Zotin e tij dhe me krijuesin e tij. Presupozohet që ky njeri në jetë të jetë shembull në qetësinë e tij, në maturinë e tij, në sigurinë e tij, në mirësinë e tij, në mëshirën e tij, në dhimbshurinë e tij, domethënë një model I mirësisë së Zotit në tokë. Okej. Cili është më meritori për të qenë përfituesi I kësaj mirësie? Njeriu që është më pranë tij, pra familja, bashkëshortja, në rastin e gruas bashkëshorti, prindrit, fëmijët, pas kësaj shtëpia që është më ngjitur me të. Si më thën, le ta japim një përkursim kështu më pak disi më figurativ. Besimtari nënkupton një fije drite dhe një rrezë shprese. Normalisht që më përfituesi për kësaj drite ose për kësaj rrezë shprese është ai që është më pranë tij. Për këtë arsye, besimtari vërtet ku duket, në shtëpinë e tij, në familjen e tij, pastaj ku duket në fqinjësinë e tij, tek komshit e tij, në lagjin e tij. Pra, nuk është normale që të kemi një besimtar shumë të mirë në shoqëri, të kemi një besimtar shumë të mirë në politik, të kemi një besimtar shumë të mirë në punë larg atje, të kemi një besimtar shumë të mirë ku e diun se ku larg, ndërkohë që fqinjët e tij apo lagja e tij kanë përshtypje më të këqija për të. Ktu ka diçka që nuk shkon. Është e pamundur ti jesh besimtar I mirë, ti jesh tek njerëzit I mirë, ti jesh tek njerëzit duar trokisin për ty ose fjalën për ty, fjalët më të mira në pallatin tënd apo në lagjen tënde njerëzit kanë përshtypje më të këqija. Nuk mund funksionojë. Pra këtu ka diçka që nuk shkon mirë. Pse? Sepse besimtari presupozohet që kushdo që është pranë tij përfiton prej tij, prej urtësisë tij, prej mëshirës tij, prej dhimbshurisë tij, prej udhëzimeve të tij, prej këshillave të tij, prej dëshirës që njerëzit përfitojnë prej tij, prej dëshirës që ky ka njerëzit të largojnë nga e keqja, jo egoist, jo vetjak, po dëshiron që gjithë njerëzit përfitojnë, atëherë më parsori për të qenë përfituesi I kësaj mirësie dhe kësaj begatie është fqinjë I tij. Për këtë arsye, në momentin që gjejmë një besimtar që nuk ka raport të mirë me fqinjin e tij, me komshiun e tij, do të thotë se këtu ka diçka në besimin e tij. Ose nuk e ka kuptuar fen mirë, ose besimi I tij, domethënë ka nevojë akoma të riorganizohet, të rirregullohet, të plotësohet, përmirësohet, sepse fundi a fundit, jo të gjithë njerëzit që I thon vetes besimtar do të thonë se janë në gradat e larta të besimit, ose e kanë kuptuar mirë fen dhe besimin, po ka njerëz që janë besimtar, po akoma janë në ato çapaçupjet e veta, domethënë akoma nuk e kanë marrë veten për të kuptuar gjërat ashtu si funksionon. Për këtë arsye vjen hadithi dhe thotë, aq shumë I kushtoi rëndësi Xhebraili fqinjit apo komshinjit saqë mendova se një ditë ai do të jetë prej trashëgimtarëve. Do të thonë shumë rëndësi është kushtuar fqinjit. Për këtë arsye në hadithin tjetër pejgamberi sa më tha prej shenjave të pjekurisë, prej shenjave të pjekurisë së besimit në Zot dhe besimit në botën tjetër është sjellja e mirë me fqinjin, sjellja e mirë me komshin. Pra ku ta kuptojë njëri
që është më të vërtet mirë në besimin e tij në Zot dhe ky njeri është në raporte të forta në botën tjetër tek fqinji i tij. Pra është një nga shenjat që kuptojnë pjekurinë, imanin dhe besimin e personit. Jo vetëm kaq, po i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër e konsideron fqinjësinë e mirë si një shenjë, si më thënë, e besimit të mirë. Pra, ku kuptohet besimi i mirë? Kuptohet besimi i mirë tek fqinjësia e mirë. Për këtë arsye, përmendet në porositë që Zoti i ka dhënë pejgamberëve të hershëm, wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil jamb. Pra, kemi 3 porositë të cilat aludojnë fqinjësinë e ngushtë dhe fqinjësinë e shtëpisë, që në kupton pra, domethënë shtëpi kur je. Për këtë arsye, domethënë për gjërave interesante që gjejmë në Islam është përkufizimi i komshiut. Për shembull, është pyetur nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, domethënë kush quhet fqinj, kush është komshiu, domethënë. Ka thënë 40 shtëpi nga të gjitha krahët ose 40 shtëpi nga të gjitha anët. Domethënë llogaritet ti domethënë 40 shtëpi. Domethënë kjo është fqinjësia. Kupton ti domethënë se si duhet të jetë besimtari dhe çfarë duhet rrezatoj besimtari në shoqëri. Jo vetëm kaq, por për gjërave interesante domethënë që është transmetuar, është thënia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, nuk ka besuar ndonjëri për jush, pra nuk ka arritur besimin e vërtet, nuk është besimtar shembullor, asnjëri për jush, nëse është ai i ngopur dhe fqinji i tij e ka bargun bosh, apo siç thuhet në tekstin e hadithit, po ta përkthejmë kështu fjalë për fjalë, dhe fqinjit e tij i zhurmon stomaku prej urisë, pra me kuptimin pa ditë tjetër gjëra të bukura të mrekullueshme ka Islami. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, nëse ndonjë për jush gatuan në shtëpinë e tij, le të shtojë ujin në gjell që të llogariset e komshiun. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nëse dikush gatun diçka në shtëpinë e tij, po e di që komshiu nuk është mirë, le të shtojë ujin në gjell, pra me kuptimin le të bëjë diçka më shumë, se Zoti e bekon ushqimin për familjen e tij, po njëkohësisht ka mundësi që t'i japi edhe fqinjin e tij. Po për gjërave më të bukura, gjithashtu që thot pejgamberi alayhis salatu wasallam në një hadith shumë interesant, thot mos nënvlerësoni prej mirësive asgjë, se njeriu nuk dihet ku e fiton xhenetin. Mund të jetë gjë shumë e thjeshtë, buzëqeshje, dëgjimi një halli për një personi, mund të jetë një moment që ti, si më thën, jep një sadaka shumë të thjeshtë, mund të jetë një selam që i kthen dikujt, mund të jetë një përshëndetje me dorë për dikë, nuk dihet ku e fiton njeriu xhenetin. Tha, mos nënvlerësoni prej të mirave asgjë, as gruaja mos t'i ndaloj enën komshies së saj. E ke parasysh komshit si janë, por ka nevojë për një enë, sidomos në ato kohë flasim, mos ja ndaloj. Ose mos t'i ndaloj ushqimin, për shembull, më përpara për shembull më herët, për shembull, ne kemi pas traditë, në kohët tona domethënë, shkoshim ke komshit meshim vinin ata meshin tek ne, pa ka qenë diçka normale, ose hadithi i Khashabetil Gjidar thot, mos ja ndaloni shisa bukur, se kur bëheshin shtëpiat më herët, që me pas kursim bësh një mur të përbashkët të dy komshit. Thot mos ta ndaloj komshiun që të vendosi sergjenin nga krahu i tij. Se kur vendoset sergjeni nga krahu i komshiut, çfarë do të bëj? Do të nguli diçka në mur dhe muri, le të themi, mund të plasaritë, mos e ndaloni. Pra të gjitha këto janë shembuj, sepse ne po flasim si të cillemi. Ne kishim në qytetin tim të Elbasanit, ne kishim një delik e qushim në një dritare. Për në momentin që vendosi murin me komshiun, do të hapi një dritare për shkëmbime të një pasnjëshme. Ose pra ka pas derë, jenë të ndahen. Me që përmend Elbasanin në Tiranë, ka qenë lishin një derë që për çdo lloj rasti kalonte andej, madje prej sfidave më të mëdha që ka përjetuar pushtuesi në Shqipërinë e Mesme, ka qenë moskapja e atyre që kundërshtonin sistemin, sepse ai futej këtu, mirë po Gjermani apo Italiani nuk e dinte që këta ishin të lidhur me njëri tjetrin dhe dilte në fund të lagjes dhe ikte zhdukej. Atë që të kthehemi pak në temën tonë. Pra desha të them me fjalë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithë këto porosi, gjithë këto këshilla, mos t'i ndaloj kripën, mos t'i ndaloj enën. Këti e ke në surën Ra'ayta alladhi, që thot surën Maun, el Maun çfarë do të thot? Enët e shtëpisë. Wa yamna'un el Maun, dhe ndalojnë enët me adhon komshiut ose fqinjit. Domethënë, nuk mendohet të jetë kjo sjelljen e besimtarit që komshiu i lip krip apo buk apo diçka, thot s'kam, apo enën thot nuk kam, se ti si gatun që u thon komshiut nuk kam. Pra
Unë mendoj, domethënë, normativa shumë të larta, të thëna para 15 shekujsh, që sot ne në jetën, le të themi, moderne, edhe na tingëllojnë bukur, po edhe na tingëllojnë pak çuditshëm, sepse ne nuk jemi më në një fazë të tillë. Po ti mos harro se bota nuk është tu ku jemi ne. Ka edhe botë që është shumë më poshtë se sa ne, apo një botë që akoma i mendon këto gjëra. Për shembull, kam shkuar në Afrikë. Në Afrikë ekziston akoma mundësia a më jep të gatuaj pak atë enën tate, apo më jepi vezë, apo më jep pak krip. Po, në kohën para 90-s, unë më kujtohet, për shembull, kishim një rast vdekje, ne do shkoshim të merrshim karriget ke komshiu, kishim një rast martese, gjithashtu, domethënë, kishim një lloj bashkë veprimi me komshiun, kurse sot postmodernizmi ku e ka kthyer njeriu në një lloj akulli, pra ai hyn në ashensor, thjesht një buzëqeshje, ndonjëherë edhe nuk buzëqeshë njëri tjetrit në ashensor sepse janë të materializuar nga jeta dhe nga stresi i jetës, hyn e dalin dhe nuk e njohin njëri tjetrin, as nuk pin kafe, as nuk pin. Më përpara vishin gratë e lagjës ke nëna ime dhe pishin kafe aty dhe bisedoshin, kurse sot nuk e gjem sot. Sillin ushqime dhe han, por vetëm një gjë ne nuk duhet të harrojmë, që televizionistë duhet kuptojnë se kjo që the ti, apo që thash unë, se si kanë qenë raportet e fqinësinë në kohën e komunizmit, nuk është atribut i komunizmit. Është atribut i islamit dhe i fesë dhe besimit që kanë pas gjyshrit tanë e lanë tek fëmijët e tyre. Çfarë ndodhi me ne sot, kjo që the ti? Nga që u rrit brezi, njeriu i ri, njeriu socialist, që s'kishte lidhje me Zotin, me pejgamber dhe me asgjë, atëherë ja pasojat. Jemi ne brezi, ne po flas, më thojza, brezi që futet në pallat, s'përshëndet askënd, futet në ashensor, nuk e di që sot ka ardhur një komshi i ri, ka ardhur një sheraxhi i ri etj. Jo, po se sot janë mbledh njerëzit nga gjitha anët, nga zvin që, or zotërit, ai është në pallatin tënd. Është logjike që njerëzit në pallat komunikojnë me njëri tjetrin, lidhen me njëri tjetrin, flasin me njëri tjetrin, përshëndet, ju jeni figurë e re ose jeni fytyrë e re, si jeni, a keni marrë shtëpi këtu, si fillon komunikimi. Domethënë, prandaj dhe unë them, domethënë, Islami ka bukuri shumë, dhe një nga bukuritë apo mrekullitë që ka Islami është mënyra se si neve ai na orienton për tu sjell me fqinjen. Për këtë arsye dhe, domethënë, e thash edhe pak më herët, pra ne nuk mund të kuptojmë faktin se si duhet të jetë sjellja apo etika jonë me fqinjen, me komshiun, pa kuptuar se çfarë rëndësie i ka kushtuar atij Islami dhe çfarë ka thënë Islami për të. Në momentin që ne marrim informacionin dhe kuptojmë se çfarë rëndësie ka thënë feja, vim tek pjesa e ndarjes, e kategorizimit, mënyra se si duhet sillen me kështu. Pra ka një lloj specifikimi në Islam, llojet e komshiut, pra kur janë besimtar, kur janë lidhje gjaku ose kur janë jo besimtar. Po, ka normalisht lidhje, domethënë ne themi në Islam fqinësia është 3 llojesh, një fqinësi që ti je obliguar 3 fish, një fqinësi që ti je obliguar 2 fish dhe një fqinësi që ti je i obliguar, domethënë obligimin normal. Pra, i obliguar 1 herë, i obliguar 2 herë, i obliguar 3 herë. I obliguar 3 herë, po e fillojmë nga stadi më i lartë i fqinësisë, është kur ti ke një fqinj që është gjak dhe besimtar. Në momentin që është gjak dhe besimtar, ke 3 obligime. Obligimin e fqinësisë, obligimin e besimtarit dhe obligimin e gjakut. Kemi një fqinj i cili nuk është gjaku yt, po është besimtar. Atëherë kemi obligimin e besimit dhe obligimin e fqinësisë. Dhe kemi një fqinj i cili nuk është besimtar, atëherë kemi obligimin e fqinësisë. Pra në të gjitha rastet ne nuk i shpëtojmë faktit të obligimit të një sjellje shumë të mirë dhe të rregullt me komshiun, edhe nëse është jo besimtar. Nëse është besimtar, na shtohet doza e përgjegjësisë, dhe nëse është besimtar dhe gjak, na shtohet edhe më shumë doza e përgjegjësisë. Hoxhë nderuar, ju pak a shumë e përmend rësinë e komshiut, por në raste ku njeriu është problematik ndaj komshiut të tij, çfarë thot Islami për këtë rast dhe si na fton Islami? Domethënë është problematik personi apo komshiu? Jo, pra të dy rastet, kur neve kemi një person, ato që jetojnë në pallat, normalisht kanë njerëz poshtë, ka dhe njerëz lart. Do si duhet sillen ato që mos e shqetësojnë komshiun, ose në raste kur janë 2 bashkëfshatar të cilët kanë një tokë dhe nuk duhet zihe me njëri tjetrin. Atë ne mund të themi për t'i dhënë një përkufizim tjetër, cili është pragu ose cili është minimumi i asaj që duhet bëj një njeri që quhet komshi i mirë. Atëherë, që një njeri quhet komshi i mirë, minimumi nuk duhet dëmtoj fqinjin e tij.
as në le të themi dëmtim fizik të ti, as të pronës ti, po as të le të themi qetësisë së ti apo dinjitetit ti. Në momentin që ne nuk bëjmë dëm mbi komshiun, kemi arritur në pragun e fqinjësisë. Atëherë quhemi fqinj, tamam. Nëse ne pastaj bëjmë dhe bamirësi. Kjo është pragu minimal. Minimali. Në momentin që ne përveç kësaj, pra që nuk e dëmtojmë atë në shëndetin e tij, në fizikun e tij, në pronën e tij, në dinjitetin e tij, ne jemi komshi. Kemi arrit stadin minimal. Nëse ne pas kësaj sillemi mirë, i çojmë, le të themi, e ndihmojmë, e këshillojmë, nëse ai na pyet për diçka, i japim këshillën më të bukur dhe më të mirë, më të dobishme për të e orientojmë kur ka ndonjë hall apo në siklet, i gjindemi pranë kur ai ka një fatkeqësi, i gjindemi pranë kur ai ka një gëzim duke e uruar, duke e ngushëlluar në rast të fatkeqësisë, atëherë ne, domethënë, e rrisim shumë edhe më shumë shpërblimin edhe sevapin. Pra, fqinj nuk do të thotë që unë s'po i bëj keq atij. Nëse nuk i bën keq dhe nuk dëmtohet prej teje, ti ka arritur minimumin e fqinjësisë. Por Islami çfarë tha? Islami tha, jo, nuk duhet të rish deri këtu. Një fqinj i mirë është i dobishëm për fqinjin e tij. Argumenti thot, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Domethënë, ta nderoj dhe ta respektoj, pra mos u mjaftoj që s'po i bëj keq. Okej, mos më i bër keq, ky është minimumi. Po mos rri këtu, thot ta nderoj, ta respektoj fqinjin e tij. Pra nuk do të mjaftohemi si kom bë keq janë punë time në saptim. Jo. Ne duhet ta nderojmë, duhet ta respektojmë, duhet ta vlerësojmë, në rast të gëzimit duhet ta përgëzojmë, në rast të fatkeqësie duhet ta ngushëllojmë, duhet të gjendemi pranë si në kohët e mosshme, siç thatë edhe ju. Ke nevojë për diçka, hapi derën, ndoshta s'ka mundësi ti presi njerëzit në shtëpinë e tij, liroje ti shtëpinë tënde, ndoshta s'ka mundësi ti presi njerëzit në rast gëzimi në shtëpinë e tij, liroje ti shtëpinë tënde, bëhu domethënë me të vërtetë ashtu siç kërkon Zoti për nesh, një familje e përbashkët. Po çdoruar le dalim pak ke dëmtimi për shkak sepse në momentin që njeriu dëmton fqinjin, ai merr dhe gjunafe. Është rasti i atij personit i cili e kishte bë padrejtësi të fqinjit e tij dhe profeti alayhis salam e këshilloi në fillim bënte durim dhe më pas që të nxjitte plaçkat e shtëpisë. Pra në këtë rast si duhet veprojë një besimtar kur një fqinj i bën padrejtësi? Normalisht rasti që ju përmendët është rast tipik që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deshi të japi një mesazh shumë të madh. Cili është mesazhi? Një njeri që dëmton fqinjin e tij meriton mallkimin e gjithë njerëzve. Tani, nëse unë do të nxjerrja gjithë rrobat e shtëpisë time dhe çfarë kam mes të rrugës, do të shkaktoja, do të thonë do të shkaktoja një traumë në atë rrugë ose në atë vend, sepse bllokim trafiku, probleme dhe domethënë ofshama dhe mallkime pafund do të kisha nga njerëzit. Profeti alayhis salam çfarë tha? Erdhi njëri tha dhe u anku për fqinjin e tij. Tha profeti alayhis salam, duaro, tha se si më thon, inshallah po rregullohet kur i thën. Mirë, pa i vazhdonte të bënte padrejtësi fqinjit e tij. Profeti alayhis salam çfarë tha? Merri rrobat, nxirri në rrugë dhe le të mallkoj njerëzit, sepse mallkimet i shkojnë fqinjit. Pra, pse ke dalë në rrugë? Se fqinji im dëmton dhe profeti më tha nxirri rrobat në rrugë, njerëzit do thonë qofti mallkuar ai, qofti mallkuar ai, qofti mallkuar ai. Domethënë, e kupton, ne nuk po themi që ta bëjmë sot, sepse sot nuk imagjinohet, sepse rregullat janë tjera dhe muhabetet janë tjera. Sot, për shembull, le të themi nëse fqinji dëmton ti je obliguar ta këshillosh një herë, dy herë, tre herë, nëse ai vazhdon pastaj denoncoje, nuk ka asnjë problem nëse e denoncon, nëse ai vazhdon ose ta merr sjelljen e mirë për dobësi. Por ne po flasim çfarë tregon ky hadith. Ky hadith tregon sa e rëndësishme dhe çfarë pozicioni pas ka tek Zoti i gjithësisë dëmtimi i komshiut. Meriton mallkimin e njerëzve. Pra kaq e rëndë që e ka tek Zoti i Madh që ti dëmtosh komshiun. Për këtë arsye, domethënë, nëse na ndodh ndonjëherë që kemi ndonjë, le të themi, dëmtim nga ana e komshiut, puna e parë është që ne duhet të falim dhe duhet të tolerojmë, sepse është, si më thënë, një nga normat më normale të një fqinjësie, sepse gabon vllai me vllain që janë një gjak, gabon prindi ndaj fëmijës e fëmia ndaj prindit që janë, si më thënë, trung e degë trung, e jo më njëri tjetër i cili ka kulturë tjetër, i cili ka ardhje tjetër e kështu me radhë. Kështu që
Gjëja e parë që duhet të jetë falja dhe toleranca dhe mirëkuptimi, që do të thotë mos t'i lejmë gjërat mbartën, ulem, sqaroj more tek kështu a ditën, tek kështu, po puna është më mirë sqarohen gjërat, sepse edhe largohen le themi ato keq kuptimet edhe domethënë fillon një jetë më e mirë fqinjësore. Nëse pastaj le themi nuk heq dorë apo vazhdon atëherë absolutisht lejohet fetarisht që ta denoncosh. Hoxha nderuar, me që fqinji ka një lloj amaneti, pra ka një lloj sigurie pak a shumë siç e thatë juve të besimtarit, por në rastin kur ne përmenëm kur njeriu i bën padrejtësi, por në rastin ku njeriu i bën një lloj padrejtësie më të madhe, do ta quaj unë, pra kur ai bën imoralitet me fqinjen. Si e përcakton Islami, çfarë gjunafi ka në këtë rast? Çdo e mirë e bërë ndaj fqinjit ka shpërblim shumë më të madh se sa e mira e bërë me njerëzit e largët, dhe çdo dëmtim apo e keqe e bërë ndaj fqinjit e ka dëmin, rrezikun, mëkatin më të madh se sa e bërë ndaj çdo njeriu tjetër. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë dhe që njeriu të bëjë imoralitet me bashkëshorten e fqinjit të tij, pra prej mëkateve të mëdha. Pse? Sepse fqinji konsiderohet mbështetje, konsiderohet krah, dhe kjo është pabesi. Dhe pabesia është e dënuar në Islam në përgjithësi, sidomos kur vjen nga një fqinj. Ta vjedhësh apo të bësh imoralitet me bashkëshorten e tij apo me femrat e fqinjit, domethënë nuk ka dyshim se këtu mëkati është edhe më i madh. Nuk ka dyshim që e keqja këtu është më e madhe. Këtu gjithashtu përfshihet edhe e folura keq për të. Këtu gjithashtu përfshihet edhe dëmtimi i tij, le të themi moralisht, domethënë hapja e namit keq, përhapja e tmetave se mund dëgjosh diçka te komshiu që nuk është normale, po nuk ka pse t'ua thush bot. Pra, si rregull, çdo e mirë që ka shpërblim në Islam e bërë ndaj komshiut, shpërblimin e ka më të madh, dhe çdo e keqe që ka për të ndëshkim në Islam apo quhet mëkat në Islam e bërë tek komshiu, mëkati konsiderohet më i madh dhe më i rëndë. Allahu të shpërbleft hoxhë nderuar, të nderuar të shikues, shkëputni për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur i takuar në pjesën e dytë të emisionit tonë, jemi si gjithmonë me hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaj. Hoxhë nderuar, pak a shumë ne po flisim për rëndësinë e komshiut, gjithashtu dhe dënimet kur besimtari i bën keq komshiut. Jo besimtari, çdo kush. Çdo kush, por a ka besimtari një lloj përparësie kujt komshi, pra ne kemi shumë komshi sot në lagjen tonë ose në vendin ku banojmë ose në pallat, kujt do t'i japi përparësi nga komshit e tij, qoftë duke ndihmuar ose qoftë duke dhënë sadaka ose zakatin ose ndihma. Faktikisht ka një hadith shumë bukur që e trajton këtë gjë, kush është komshiu, si më thon, më meritor. Nëna besimtarve, Aisha radhiyallahu ta'ala tregon se e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nëse do të jap diçka kujt, ka thënë aqrabihim baban. Kush është më afër derë në derë, subhanallah, shumë e bukur. Kush është më afër derë në derë. Po nëse janë në dyert njësoj, për shembull janë të dy, atëherë nga e djatha, fillohet nga e djatha. Përveç se nëse krau tjetër është gjak, atëherë i jepet përparësi gjakut. Pra nëse është, si më thënë, ka lidhje gjaku, në këtë rast i jepet më shumë përparësi. Por në lidhje me besimin, pra neve sot në Shqipëri ose në trojë shqiptare gjendemi që përballë nesh mund të jetë një komshi i cili nuk falet ose nuk beson. Çfarë detyre lind ndaj besimtarit ndaj këtij komshiu? Atëherë unë do të thoja në raportin se si të sillemi me fqinjin, kjo duhet të jetë e para faktikisht. Nëse ne themi që besimtari duhet të rrezatojë dobi, mirësi, begati, duhet të jetë i dobishëm për fqinjin e tij, gjëja më e rëndësishme që ne duhet të jemi të dobishëm për fqinjit tanë është që t'i udhëzojmë në Islam. Të bëhemi sebeb që ata të pranojnë fenë e Zotit, pranojnë Islamin, nëse nuk janë musliman, ose ti azhornojmë edhe më shumë në Islam nëse janë musliman. Të fillojnë namazin, të fillojnë agjërimin e tjerë e tjerë. Për këtë arsye, ne kemi përgjegjësi të madhe, ne si besimtar. Pse? Sepse duhet të reflektojmë më të mirën e mundshme, sepse kjo e mirë e mundshme që ne reflektojmë të jetë një shkak dhe një arsye më shumë që ai që nuk është musliman bëhet musliman dhe ai që është musliman të rritet, të forcohet në imanin edhe në besimin e tij. Pra, përgjegjësia jonë në këtë rast është e madhe, sepse ne presupozohet gjithsecili prej nesh
të jetë më këmbës i profetit alayhis salatu wassalam. Si ishte profeti alayhis salatu wassalam me fqinjet e tij, si sillej pejgamberi sallam, ti mendo pak për shembull, të kesh një fqinj hebre dhe i smuret fëmia dhe profeti alayhis salatu wassalam lën gjithçka dhe shkon me vrap se mori vesh që djali i tij ishte smur. Ishte hebre, nuk ishte musliman, po ç'lidhje ka? Ose thot kur therte diçka në shtëpinë e tij, e fillonte me fqinjet e tij, u shpërndante fqinjet e tij. Mirë po ti e di që pejgamberi Po kjo hebreut më pas më duket se ka një lloj rrjedhoje të bukur. Po, domethënë unë nuk e përmenda sepse është diçka që dihet që në fund fare pejgamberi sa i tha, bëu musliman, thuj la ilaha illallah që të shpëtosh, edhe ai fëmia e ke përsërish i smundin e vdekjes faktikisht fëmia, pa prindrit e tij, ata prindrit duke ditur të vërtetën, i thanë dëgjoja fjalën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe djaloshi tha la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përshëndeti, pra familjarët dhe iku largua. Kur doli jashtë, si më thënë në rrugë, filluan të qarat në shtëpi. Dhe pejgamberi ngriti durët nga Zoti dhe tha elhamdulillahi alladhi anjahu bi min an-nar. Zoti, falënderim takon Zotit i cili u bëra unë sebeb që ai shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Pra ne nuk duhet të harrojmë misionin ton. Ne duhet të jemi ftues në Islam, në heshtje, me sjellje, me edukat, me mirësjellje, me dobin, me mirësinë, po e kemi përgjegjësi këtë pjesë. Pra, nëse ne dimë diçka nga mirësitë dhe mrekullitë që ka kjo fe, duhet t'ia transmetojmë atë edhe fëmijëve tanë. Dhe kujdes, mos bëhemi ne sebeb që një fëmijë jon që ka pasur një përshtypje të mirë për Islamin, të largohet përshtypja e mirë për Islamin. Një njeri që ka qenë musliman, por e kemi në ato fillesat e veta, apo në atë nivelin e tij shumë fillestar, mos bëhemi ne shkak të sebeb që ai edhe atë mirësi që ka ta kalojë në urrëtie. Pra ne duhet ta shohim në këtë sy pozicionin ton në raport me komshiun ton. O që ndëruar ne folëm për fqinjen, por pak a shumë domethënë neve përveç fqinje që kemi në kuptimin e shtëpisë, ne kemi edhe fqinje në kuptimin e shteteve. A ka një lloj lidhje ose si e përcakton Islami këtë lloj fqinjësie? Faktikisht kjo është pyetje e bukur se ne shqiptarët jemi i vetmi popull në botë që jemi fqinj me gjakun ton. Ne në Maqedoni kemi përfqinj shqiptar. Nga krahu i Kosovës, pavarësisht se është shtet tjetër, janë shqiptar. Nga krahu i Malit Zi, pjesa janë shqiptar. Këtej nga poshtë Çamët, shqiptar, pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Pra, domethënë e rëndësishme, pra përveç kësaj le të themi, edhe në marrëdhënie shtetërore, domethënë një shtet i mirë dallohet në fqinjsinë e tij të mirë. Pra ne jemi të obliguar që mos t'i çojmë situatat në fqinjsitë tona në konflikt. I përgjigjemi çdo gjuhë, por ne nuk do të jemi shkaktar të konflikteve, sepse duhet të rezatojmë mirësi. Pra le të themi jo vetëm një fqinjsi, le të themi kaq e ngushtë, po edhe në kuptimin e gjerë të fqinjsisë. Duhet të jemi shembull i mirë. Në fakt neve gjithmonë kemi vujtur nga fqinjësia e keqe, ndërkohë që vetë ne si shqiptar nuk i kemi bërë padrejtësi. Absolutisht. Jemi të mirë. Allah të shpëlbeft, thonë që nderuar. Amin, edhe ty Zoti shpëlbeft. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmet Kalam, folën për fqinjësinë e mirë. Atëherë le të krijojmë një lloj sigurie në jetën sociale tonë dhe kjo jetë sociale inshallah do të shërbejë në lumturinë tonë. Takohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.